Unë kam qenë disa takime me kryeministin në kuadër të ambasadën amerikane. Kam qenë si pjesë e iniciativave për të qenë pozitiv puna, parasysh se vlerësona që jam njerë me performanca pozitive shtetërore dhe me interes të madh të shtetit, dhe ashtu ndi vetën edhe ashtu punoj, edhe do të punoj gjatë tërë jetës sime. Dhe një bisedë, ju e dini edhe këte, kur u bo kriza e vojit, dhe ishte në çështje ngritjes së protestës masovike, kur unë dola para televizionit të thosh, mund të përdorni edhe margarinën dhe së në tjera, dhe mas e kini marakët punë. Bën zgjidhje. Pra, dhe u zhduk ajo tentimi për të bërë ndoshta diçka rrugës pa nevojë, po flas. Prandaj një institucion duhet kuptu që ne kemi qëtë punë. Këngëtarët e kanë atë punë më nakno zhvishin, zemrën, dhe më na bo jetën e lumtur. Kur e të gjojmë, na e në bizneset që normalisht e shfrytëzojmë fuqinë punëtore, se pa fuqinë punëtore nuk ka kur gjo, se është energjia vetme që përdoret, dhe shumë shpejt të përdoren edhe robotët, besoj që parasysh se po kërkohet për me qenë në trend me çmimin e shitjes, pra që ta jemi ne, të flet me ne, pa let flet, veç që pasurojmë na, kur gjo. Veç pasurohet, merë prej. Parasysh se nëse unë jam i ndershëm, nuk ka shans kush që më bani pa ndershëm nga takimi i parë ose i 10 ose i 100, nëse unë nuk e qeli rrugën e tillë. A jeni oligark? Është që nga institucionet ndërkombëtare unë e vlerësona njeriu me interes strategjik kosovar. As që nina dhe ka të shkojnë në për qytet, në për botë, në për të gjitha venet, më thonë që as nina mirë, sa shumë më respektojnë, sa shumë më flasin qytetarë, thëmë, a është e mujtune që puna jeme ka sjellë kësi rezultati të respektit të qytetarëve ndaj meje. Ka shumë debate, sidomos për shkak të krizës që na vjen nga lufta që po zhvillohet në Iran, pra për arsye se ngushtica e Hormuzit ka probleme, pra derisa po flasim ende nuk dihet se apo hapet, si po hapet, a do të ketë blokada që do ta vështirësojnë edhe me tepër qarkullimin e naftës që vlerësohet jetë 20% e përgjithshme për nevojat e botës, dhe siç e dim pastaj ajo çon në një zinxhir të rritjes së çmimeve në disa fusha për shkak të transportit dhe implikimeve të tjera. Ne edhe në Kosovë kemi një debat se a duhet intervenuar institucionet që veprojnë siç kanë vepruar edhe disa shtete, ta trajtojnë çështjen e heqjes së akcizës dhe të TVSH përkohësisht. Cila është analiza juaj? Lufta në hormon, atje, është një luftë strategjike të mbijetesës e dollarit si valutë pagese. Është luftë për mbijetesën e dollarit? Si mjet pagese. Në trezët botërore? Po, për arsye se nafta është i vetmi produkt i cili e mban dollarin si mjet pagese ndërkombëtarisht. Dhe Irani i dha leje Kinës që me valutën kineze me ble naftë iraniane. Dhe mund të thomë diçka nga viti 1973. Në vitin 1973 të diellen asnjë makinë s'ka mund të qarkulloj në për këtë Evropë. O thonë, kër e kem pa Romen, ka qenë as të një njeri me makinë. Rreziku është i madh, po jo une me nëzit në një kështu frikë. Nëse nuk ka naftë, shtetit duhet me i kriju rezervat të mëzdëshme, të plota me financim shtesë. Diçka që sot nuk e kemi në Kosovë. Duhet me punë, kjo nuk ka loj. Kjo nuk ka loj, nuk ka kjo loj politike, kjo është loj eksistenciale. Për arsye se, kur shtrajtohet shumë nafta, produktet bujqësore rritën shumë. Pastaj kriza është që nuk ka mjaftueshëm se 25% të naftës botërore u ka derë nga aty. Më thonë ndi për veti,
do të kuptojmë se nëse i kemë po sot 100 kilometra, në të armën mujnë mi po 75 kilometra, por me çmim 3 fish. Edhe me çmim 3 fish. Po, se të shiritë çmimi se po kur ka... Të kushton 25 kilometra i bjen si dikur 100. Qashtu, do thot, do të me pas rezerva ushqimore, do të me pas rezerva karburanti, për arsye se nuk kime pas mundësi me transportu mallin. Unë për veti... Me kostot përballueshme. Unë për veti duke mendu, çka bëhet nëse shtrejtohet shumë dhe ekonomit falimentojnë se nuk kanë llogari me prodhu, qarkullimi përgjysmohet dhe zvogëllohet asortimonin e dyqane dhe kthehet asortimoni etikisht. Dhe për shon interesi... Po shkruani situatë gjysmë apokaliptike. Jo që është apokaliptike është kjo. Nëse atje binë bombat bërthamore, ose nëzitet lufta që ka ekziston, bota apokaliptike nuk o kjo e gore. Karburanti është... Gjërat mund shkojnë në eskes, po thoni. Shqyqan, mund shkojnë se këtë nuk mund është me betë pa buk një javë. Se mund është mi pas të rezervat e plota, po s'ki karburant për distribuem. Edhe zvoglohet, që ka ndodhë? Njerëzit që ndorë nga tekstili, nga këpuca, nga mjetët e punës, nga gjona tjera, mjetët vetëm ushqimorja. Dhe ku mjetët vetëm ushqimorja e mjafton me i punësu të gjithë njerëzit. Dhe zvoglohen venet e punës, zvoglimi veneve të punës krijon kriza tjera, për të cilët kjo... Hynë në trend negativ, spirale negative, që nuk e dim ku përfundon. Une ekonominë e një si ku një mjek që një kancerin. Ne qytetarët ku kemi kancer, ne shpesojmë që mjeku në shëran.